Detaje nga aksidenti ku vdiqën 3 shqiptar në Gjermani ktheheshin nga një festë 6 të plagosur. Udhëtimi i kthimit nga një festë familjare përfundoi në tragjedi. Një minibus në Gjermani përmbyse duke vrarë 3 pasagjerë dhe duke plagosur rënd 6 të tjerë. Mediat gjermane kanë zbardhur detaje nga ngjarja e rënd ku 3 shqiptar kanë humbur jetën në një aksident në Gjermani. 3 persona humbën jetën në një aksident të rënd me minibus në autoban 48 pranë qytetit Koblenz të Rheinland-Pfalz. 6 persona të tjerë u plagosën, disa prej tyre rënd sipas policisë. Gjatë kthimit në një festë familjare në orët e para të mëngjesit, autobusi me gjithsej 9 pasagjerë doli nga rruga në të djathtë për një arsye fillimisht të paqartë dhe u përmbys disa herë. Sipas hetimit, personat që udhëtonin kishin qenë më parë në një festë familjare në Hese. Nuk ishte indikacione se shoferi 22 vjeçar ishte i paftë për të drejtuar për shkak të alkoolit ose drogës deri në mesditën e së dielës, shpjegoi policia. Është një aksident shumë i tmerrshëm, ka thënë një zëdhënës i policisë të dielën në mëngjes në Koblenz. Aksidenti ndodhi rreth orës 3:05 të mëngjesit në rrugën drejt Trier në zonën e Bessenheim. 2 gra dhe një burr të vdekur. Raportohet se viktimat janë një burr 53 vjeç dhe 2 gra të moshës 47 dhe 65 vjeç. 6 personat e tjerë thuhet se janë të moshës midis 20 dhe 66 vjeç. Ata kanë përsuar lëndime kërcënuese për jetën. Mjeti i përfshirë ishte një minibus me 9 vende. Asnjë automjet tjetër nuk ishte i përfshirë në aksident, megjithatë një makinë tjetër kishte kaluar mbi mbeturina menjëherë pas aksidentit dhe duhej të tërhiqej me rimorkjo. Policia nuk dha detaje të mëtejshme të dielën. Një zëdhënës tha në mëngjes se në autobus kishte edhe shtetës të huaj. Autostrada u mbyll për disa orë. Autostrada u rihap në mëngjes pasi qëndroi e mbyllur për më shumë se 4 orë, tha një zëdhënës i policisë rrugore. Autostrada 48 kishte qenë më parë plotësisht e mbyllur midis kryqëzimeve Komblez dhe Oktendung, ndërsa kryeshin punimet e rimëkëmbjes, trafiku u devijua nëpërmjet A61. Përveç rreth një dyzinë automjetesh të shërbimit të shpëtimit, në vendngjarje ishin edhe deri 7 makina patrullimi policie. Sipas komandantit të incidentit, departamenti i zjarfiksve ishte gjithashtu në vendngjarje me 5 automjete. U njoftuan gjithashtu 4 punonjës të kujdesit emergjent. 3 shqiptar kanë gjetur vdekjen si pasojë një aksidenti në Gjermani. Njoftimi i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme është informuar nga autoritetet gjermane për një aksident të rënd rrugor të ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 25 maj pranë qytetit Koblenz, ku janë përfshirë disa shtetas shqiptar. Me keqardhje njoftojmë se si pasojë e këtij aksidenti kanë humbur jetën 3 shtetas shqiptar, ndërsa 4 të tjerë janë plagosur dhe po marrin trajtim në spitalet lokale. Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Berlin dhe konsullata e përgjithshme në Mynih kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet gjermane dhe kanë ndjekur nga afër zhvillimet. Hetimet për rrethanat e aksidentit janë ende në vijim. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen e viktimave dhe uron shërim të plot për të plagosurit. Strukturat tona konsullore kanë ofruar mbështetjen e nevojshme për qytetarët e prekur dhe kanë qenë të angazhuar gjatë gjithë ditës për të ndihmuar në menaxhimin e situatës.